Prokuroria e posaçme ka zbuluar skemën se si vidhen paratë e qytetarëve nga politika. Në raportin vjetor të vitit që lan pas, një kapitull i veçantë kushtohet korrupsionit. Aty theksohet se ai është sofistikuar kohët e fundit, ndërsa po përdoren metoda inovative për të marrë para publike. Hetimet kanë treguar ngritjen e shoqërive tregtare të cilat janë përdorur për të përfituar në mënyrë të parregullt kontrata publike, duke shkelur ligjin dhe rregullat e prokurimit. Kjo ka sjellë përfitime monetare të cilat më pas janë fshehur përmes veprimeve fiktive financiare dhe janë përvetësuar nga pronarët e shoqërisë. Në mënyrë të veçantë është evidentuar si një pjesë e këtyre fondeve është tërhequr jashtë sistemit bankar në formë cash, ndërsa një pjesë tjetër është riinvestuar në aktivitete tregtare dhe në blerjen e pasurive të paluajtshme, thuhet në raport. Nga hetimet e vitit 2024 rezulton se korrupsioni i zyrtarëve të lartë zhvillohet në një terren kompleks përmes manipulimit të procedurave publike dhe shfrytëzimit të pozicioneve zyrtare për përfitime personale. Veprat penale më të evidentuara përfshin ushtrimin e ndikimit të paligjshëm, shkeljen e barazisë në tendera, falsifikimin e dokumenteve, korrupsioni aktiv e pasiv, pastrimin e produkteve të veprës penale, shpërdorimin e detyrës dhe falsifikimin e vuleve e të tjerë. Hetimet kanë treguar ngritjen e shoqërive tregtare të cilat janë përdorur për të përfituar në mënyrë të parregullt kontrata publike, duke shkelur ligjin dhe rregullat e prokurimit. Ky modus operandi tregon për një tipologji të korrupsionit në formë të sofistikuar, ku krijimi i skemave të fshehta financiare dhe përdorimi i ndërmjetësve luajnë një rol kyç në shmangjen e zbulimit nga autoritetet. Disa nga veçoritë e vërejtura në këto skema korruptive janë sekuestrimi i skemës dhe koordinimi i aktorëve. Skema përfshin bashkëpunimin mes aktorëve publik dhe privat, ku zyrtar publik manipulojnë procedurat ligjore ndërsa subjektet private përfitojnë në mënyrë të paligjshme nga fondet publike. Ky bashkëpunim e bën korrupsionin të qëndrueshëm dhe vështirë për të zbuluar. Shkelja e procedurave të prokurimit. Një nga aspektet kryesore është përdorimi i tenderëve publik si mjet për shpërndarjen e paligjshme të fondeve. Shkelja e barazisë në tendera krijon një avantazh artificial për subjektet e caktuara, duke ndikuar negativisht në konkurrencën e ndershme dhe cilësinë e projekteve publike. Përdorimi i ndërmjetësve dhe mbështetja institucionale. Skema nuk funksionon vetëm si një akt individual i korrupsionit, por mbështetet nga një rrjet i sofistikuar, i cili përfshin ndërmjetës financiar dhe kompani të lidhura. Ky mekanizëm vështirëson identifikimin e përfituesve të fundit dhe pengon ndjekjen penale efektive. Treguesit e vitit 2024 tregojnë një tendencë në rritje të luftës kundër korrupsionit të funksionarëve publik. Këto të dhëna tregojnë se nga totali i çështjeve nën hetim, vetëm 5.88% janë kërkuar të pushohen, 12.35% janë transferuar në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, 0.98% janë pezulluar, ndërsa 67.45% e çështjeve mbeten pjesë e hetimit për vitin 2025. Nga ana tjetër, numri i personave të dërguar në gjykat përbën rreth 35.2% të totalit të individëve nën hetim. Vjet re një tendencë për sofistikimin e skemave korruptive të abuzimit me fondet publike në nivel qendror dhe lokal. Disa nga veçoritë e këtyre skemave janë krijimi i subjekteve tregtare fiktive. Krijohen shoqëri tregtare fiktive të cilat ngrihen dhe kontrollohen nga zyrtarët publik me qëllim të përfitimit të fondeve publike, në shkelje të ligjit duke manipuluar dhe kontrolluar të gjithë procesin e tenderimit, qoftë nga ana e institucioneve publike në nivel qendror ose lokal, por qoftë edhe nga ana e subjektit tregtar që aplikon për këto fonde. Roli ortakëve të fshehtë. Ortakët de facto të shoqërive tregtare të cilat aplikojnë për fondet publike fshihen dhe nuk dalin në pa, por përdorin persona të tjerë si ortak fiktiv në dokumentacionin e shoqërisë. Manipulimi i procedurave të prokurimit. Zyrtarët publik shkelin rregullat e prokurimit publik për të favorizuar subjektin tregtar, i cili është paracaktuar për të fituar tenderin publik. Ky manipulim përfshin pjesëmarrjen dhe shpalljen fituese të subjektit në disa procedura prokurimi të realizuara nga autoriteti kontraktor publik, caktimin e anëtarëve të komisioneve të vlerësimit të ofertave, duke përfshirë edhe njëri tjetrin, për të siguruar që oferta e subjektit tregtar të paracaktuar të shpallet fituese, nënshkrimin e kontratave të sipërmarrjes në mënyrë të paligjshme, duke përfshirë kontroll të plotë mbi procedurat e prokurimit. Konflikti i interesit. Një tjetër aspekt i skemës korruptive është bashkëpunimi i drejtpërdrejtë midis zyrtarëve të autoriteteve kontraktore dhe përfaqësuesve të subjektit tregtar të paracaktuar. Vlerësimi i ofertave manipulohet pasi realizohet me ndihmën apo ndikimin e subjektit tregtar të paracaktuar. Ky është një tregues i qartë i konfliktit të interesit dhe i përdorimit të institucioneve publike për qëllime private. Nga hetimi i veprave penale në kuadër të korrupsionit, janë evidentuar disa tipologji të pastrimit të parave.
parave, pastrimi i parave nëpërmjet kalimit indirekt të fondeve publike. Në këtë tipologji, zyrtari publik përdor pozitat e tij drejtuese për të favorizuar një shoqëri tregtare me qëllim përfitimin e fondeve publike të institucionit që ai drejton. Pas përfitimit të paligjshëm, të ardhurat kalojnë një subjekti privat përfitues. Të ardhurat kalojnë nga një subjekt privat përfitues tek një tjetër subjekt privat, i cili ka lidhje indirekte me zyrtarin publik. Këto fonde më pas investohen në pasuri të paluajtshme. Pagimi për punime fiktive dhe investimi në pasuri të paluajtshme. Shoqëri tregtare të ngritura qëllimisht për të përfituar në mënyrë të paligjshme fondet publike, kontrollohen nga zyrtarët publik. Fondet publike nëpërmjet skemave të pagesave për punime fiktive nxirren më pas nga sistemi bankar në formën e parave cash. Një pjesë tjetër e parave riinvestohet në aktivitete tregtare ose në pasuri të paluajtshme, duke e bërë më të vështirë identifikimin e origjinës së paligjshme të parave. Falsifikimi i dokumenteve. Individ të lidhur me skemën korruptive përdorin dokumente të falsifikuara për të regjistruar pasuritë fituara në mënyrë të paligjshme me ndihmën e zyrtarit publik. Pasuria transferohet më pas në pronësi të një përfituesi tjetër. Ky i fundit e shet tjetërson, duke e fshehur kështu lidhjen direkte midis zyrtarit publik dhe përfitimit të parregullt, por edhe duke legalizuar produktet e veprës penale. Pastrimi i parave përmes kontratave dhe investimeve. Në këtë rast përdoret influenca politike për hartimin e ligjeve dhe marrjen e vendimeve për të favorizuar disa shoqëri tregtare subjekte private të përfitojnë prona dhe fonde publike në shkelje të ligjit. Më pas këto shoqëri tregtare kanë kryer pagesa për interesat të zyrtarëve publik, ose ju kanë dhënë prona të patundshme me çmime të cilat janë nën vlerën e tregut. Të gjitha këto veprime kryen për të fshehur veprimet korruptive dhe për të pastruar produktet e veprave penale përmes transaksioneve të ndryshme që fshehin origjinën e tyre.